Vdekja e Abrahamit dhe lindja e Jakobit. Zanafila 25. Vargjet kyçe të kapitullit. Dhe Abrahami ndërroi jetë dhe vdiq plot ditë, i vjetër dhe i ngopur me jetë, dhe u mblodh te populli i tij. Isaku dhe Ismaeli, bijtë e tij, e varrosën në shpellën e Makpelës. Vargjet 8 dhe 9. Dhe Zoti tha: dy kombe janë në barkun tënd, dhe i madhi do t'i shërbej të voglit. Vargu 23. Esau i tha Jakobit: të lutem, më lër të ha nga ajo supa e kuqe, sepse jam i raskapitur. Dhe Jakobi tha: shit ma më parë sot të drejtën e të paralindurit. Kështu Esau e poshtëroi të drejtën e të paralindurit. Vargjet 30, 31 dhe 34. Ky kapitull, pra kapitulli 25, është kapitulli i kalimeve. Abrahami mbyllet, Ismaeli mbyllet, Isaku del në qendër dhe dy fëmijë të rinj hyjnë në skenë, duke u grindur edhe para se të lindin. Ky kapitull na mëson diçka shumë të rëndësishme. Historia e premtimit nuk ndalet me vdekjen e bartësit të saj. Perëndia vazhdon dhe vazhdon me njerëz aq të papërsosur sa ata që i kaluan stafet. Konteksti historik dhe kulturor. Kapitulli fillon me diçka surprizë. Pas vdekjes së Sarës, Abrahami u martua sërish me Kepyrën dhe pati 6 fëmijë të tjerë. Vargjet 1 deri në 4. Abrahami ishte ende i gjallë dhe aktiv dhe jeta e familjes vazhdonte. Perëndia kishte rigjallëruar trupin e tij. Romakët 4:19. Ky rigjallërim nuk i mori fund me lindjen e Isakut, por gjëja e rëndësishme është se Abrahami e mbajti të qartë vijën e premtimit. Ai i la të gjithçka Isakut. Vargu 5. Ndërsa bijve të tjerë u dha dhurata dhe i dërgoi larg, jashtë dhe larg Isakut. Hiri i Perëndis kishte adresë, Isaku pra, e njëjta qartësi e kapitullit 21. Dhe të drejtën e të paralindurit, duke kuptuar mirë, në botën e lashtë i paralinduri merrte 2 herë pjesën e trashëgimisë. 2/3 kur ndahej pasuria. Por te familja e Isakut, e drejta të paralindurit kishte peshë edhe më të madhe. Mbarte beslidhjen premtimin e Zotit. Vendin special si kreu i linjës së premtimit. Ajo që Esau e shiti për një pjatë supë s'ishte thjesht porosia e dyfisht e pasurisë. Ishte pozita e bartësit të premtimit të Perëndisë. Ky është shkaku pse Hebrejnë 12:16 e quan Esaun profan. Jo se kishte uri, por se nuk i dha asnjë vlerë gjës më të çmuar që kishte. Vazhdojmë studimin me vargje 7 deri në 11. Abrahami vdiq. Abrahami ndorroi jetë dhe vdiq plot ditë, i vjetër dhe i ngopur me jetë. 3 shprehje bashk, plot ditë, i vjetër dhe i ngopur. Nuk ka ankesë në këto fjalë. Abrahami vdiq i kënaqur, jo sepse çdo gjë kishte shkuar sipas planit të tij, por sepse kishte parë mjaftueshëm nga besnikëria e Perëndisë. Bibla shton diçka të ëmbël, u mblodh tek populli i tij. Vargu 8. Shprehja e lashtë hebraike për bashkimin me të vdekurit e familjes, duke sugjeruar se matësia e besimit kishte një anë tjetër. Varrosen Isaku dhe Ismaeli bashk, dy vëllezërit e ndarë, bijtë e dy nënave të ndryshme me destinacione të ndryshme u bashkuan pranë varrit të Ak. Vdekja sjell bashkim dhe ata e varrosën pikërisht aty ku kishte kërkuar Abrahami, tek shpella e Makpelës, tek Sara. Vini re, çfarë thot teksti me një herë pas varrimit. Mbas vdekjes së Abrahamit, Perëndia bekoi Isakun, birin e tij. Vargu 11. Bekimi nuk varet nga prania e bartësit të tij. Perëndia e kaloi direkt te brezi tjetër. Kur humbasin njerëz të mëdhenj, besimi nga kisha ose familja, mund të duket sikur bekimi humbet bashkë me ta. Por ai që bekoi Abrahamin e di adresën e brezit tjetër. Vargje 12 deri në 18. Ismaeli e mbyll jetën me dinjitet. Para se të kaloj tek Isaku, kapitulli ndalon për Ismaelin, 12 bij, 12 princa sipas premtimit. 17-20. Ismaeli vdiq 137 vjeç, edhe mosha e tij regjistrohet si Sara, dhe mbyllja ai banoi nga Havila deri në Shur përpara Egjiptit. Tokë e gjerë, fëmijë të shumtë, jetë e plot. Perëndia mbajti fjalën edhe për fëmijën e Mishit. Çdo premtimi Perëndis mbahet, edhe ata që nuk janë fëmijë të beslidhjes kryesore. Pastaj teksti shton:
banoi përpara fytyrës të gjithë vëllezërve të tij, vargu 18. Jehone fjalëve të angjëllit 16:12, përballë gjithë vëllezërve. Ismaeli mbajti karakterin e tij, ai ishte i lirë. Vargjet 19 deri në 26, 2 fëmijë, 2 kombe. Rebeka ishte shterp, sërish e njëjta provë e Sarës, sërish lutja e burrit, sërish hapi i Perëndis, vargu 21. Isaku u lut përpara Zotit, fjalë për fjalë ndaj Zotit, dhe Zoti ja pranoi. Rebeka mbeti shtatzan, por me shtatzani të dhimbshme, 2 fëmijët që ziheshin brenda barkut. Dhe Rebeka shkoi të pyeste Zotin, një hap i guximshëm. Ajo nuk priti, por pyeti. Dhe Perëndia i foli, 2 kombe janë në barkun tënd, i madhi do të shërbej të voglit, vargu 23. Premtimi thyen në rëndin e zakonshëm, jo i madhi mbi të voglin, por i voglin mbi të madhin. Perëndia nuk lidhet me bindjet njerëzore në statusin e lindjes. Kur lindën, dallimi ishte i dukshëm menjëherë, Esau i kuq dhe leshator, si gëzofi. Jakobi, duke e mbajtur themrën e vëllait, emrat tregojnë karakteret. Esau, leshator i trash, Jakobi nga Akev, themër, ai që kap nga themra dhe me kuptim të dyfisht, edhe mashtrues, ai që rrëshqet. 2 emra, 2 destinacione. Perëndia kishte folur para lindjes. Vargjet 27 deri në 34. Pjata e supës. 2 djemtë u rritën ndryshe. Esau ishte gjatar, njeri i fushës, i dashur nga jati. Jakobi njeri që jatë banuesi i çadrave, i dashur nga nana. Pastaj erdhi dita e supës. Esau u kthye nga gjahu i raskapitur dhe pa supën e Jakobit dhe tha, më jep nga ajo e kuqja, vargu 30. Dhe Jakobi pa çastin, shit ma të drejtën e të paralindurit, vargu 31. Esau përgjigj me fjalët më të lehta dhe më të rënda njëkohësisht. Ja ku jam duke vdekur. Ç'do do të bëj me të drejtën e paralindurve? Vargu 32. Uria e çastit ja pushtoi gjithë horizontin, s'po shite as nesër, as brezin tjetër, as premtimin, vetëm supën. Jakobi mori betimin, dha supë. Esau hangri, u ngop, u ngrit dhe ik. Teksti e mbyll me fjali gjykuese. Kështu Esau poshtëroi të drejtën e të paralindurit. Vargu 34. Nuk thot e shiti apo e humbi, por thot e poshtëroi. Fjala origjinale do të thotë të trajtosh si të parëndësishme, të shpërbësh. Esau nuk hëngri vetëm supë, hëngri të ardhmen e vet. Dhe mendja shkurtpamëse që sheh vetëm ushqimin e çastit do të vuajë nga zgjedhja e vet për jetë. Fjalët kyçe të kapitullit, i ngopur me jetë, vargu 8. Fjala origjinale Sava, i ngopur, i mbushur, i kënaqur, e njëjta fjalë ngopis nga ushqimi, për këtu për jetën e tërë. Abrahami vdiq si njeriu që hëngri drekën e plot dhe u ngop. Ky është saku i besimtarit, jo shumë vjet, por jetë e mbushur me kuptim, dashuri dhe besnikëri. Pyetja nuk është sa gjatë, por sa e plot. Jakobi, emri origjinal Jakov nga Akev, themër, emër me 2 kuptime, ai që kapte nga themra, që nga barku. Mashtrues i mundshëm, emri tregon karakterin dhe historia e Jakobit do i vërtetoj të dyja. Por Perëndia se hodhi poshtë Jakobin për emrin e tij. E riemëroi, te kapitulli 32:28 do e mësojmë këtë. Edhe ne mund të kemi emra të vjetër që nuk na përfaqësojnë. Perëndia na riquan ose na riemëron përsëri. Poshtëroi, vargu 34, fjala origjinale bazah, të përçmosh, të trajtosh si të parëndësishme. Hebrejnëve 12:16 e citon këtë çast dhe e quajnë Esaun profan, njeri që nuk di të dalloj mes të shenjtit dhe të zakonshëm. Ai se hëngri supën nga nevoja, e hëngri nga paaftësia për të parë për te çastit. Pra, profania nuk është vetëm mohimi i Perëndis me fjalë, është jeta e jetuar si të mos kishte asgjë për te të sotshmes. Të drejtën e të paralindurit, vargu 31 deri në 34. Fjala origjinale Bek Hora, e drejta e lindjes, privilegji i të parit. Për Esaun ishte pasuri materiale, për Jakobin dhe për Perëndin ishte diçka tjetër. Vendi i bartësit të beslidhjes, linja e premtimit, 2 njerëz shikonin të njëjtën gjë dhe shikonin 2 gjëra krejt të ndryshme. Ç'vlerë i jep ti asaj çka Perëndia çmon? Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re.
Tre lidhje të mëdha me dhjatën e re dalin nga ky kapitull. E para është pali te Romakët 9, duke shpjeguar si punon zgjedhja e Perëndisë. Para se të lindin dhe para se të kishin bërë ndonjë të mirë ose të keqe që të qëndronte, qëllimi i Perëndisë sipas zgjedhjes, jo sipas veprave, por sipas atij që të rreth, ju dha i madhi do t'i shërbej të vogël. Romakët 9, vargjet 11-12. Pali e merr historinë Jakobit dhe Esaut si dëshmi e hirit. Zgjedhja erdhi para veprave, para karakterit, para çdo merite. Kjo s'do të thotë se veprat nuk kanë rëndësi, do të thotë se shpëtimi nuk nis me veprat tona. Nisi me fjalën e Perëndisë te Rebeka para lindjes. Ashtu edhe shpëtimi ynë nis me zgjedhjen e Atit, para se të themelohej bota. Të gjejmë tek Efesianët 1:4. Jo sipas performancës tonë. E dyta është Hebrejnë 12:16-17. Paralajmërim i drejt për drejt nga historia e Esaut për ne. Kujdesuni që mos keni ndonjë njeri profan si Esau, i cili për një vakt ushqim shiti të drejtën e paralindurit. Sepse e dini se pastaj kur dëshiroi të trashëgonte bekimin u hodh poshtë, sepse nuk gjeti vend për të ndryshuar mendim. Megjithse e kërkoi me lot. Hebrejnë 16-17 kapitulli 12. Mesazhi s'është se Perëndia nuk fal, por se disa zgjedhje kanë pasoja të parikthyer. Esau qau më vonë, lotët ishin të vërteta, por ato s'mund ta kthenin çastin e shitjes. Ka gjëra që humbasin dhe nuk i gjen dot sërish. Jo sepse Perëndia nuk do të fal, por sepse koha e kaluar s'kthehet. Rregulli i Esaut, mos e shit sot për sup atë çka do të kërkosh me lot nesër. E treta, Krishti vetë ishte i vogli që mori vendin e të madhit. Ai erdhi si shërbëtor, biri i njeriut nuk erdhi për të shërbyer, por për të shërbyer. Mateu 20:28. U lartësua pikërisht nëpërmjet shërbimit dhe kryqit. I madhi do t'i shërbej të voglit, u zbatua edhe për birin e Perëndisë. Ai, i madhi, erdhi të shërbej të vegjëlit tanë. Aplikimi për ne sot. Gjyshrit tanë kishin një thënie të mençur: shiko nëpër gishtat e ditës, mos shiko nëpër grykën e supës. Do të thënë, mos e gjyko ditën nga ç'a sot. Gjyko nga ç'mbjell për nesër. Esau gjykoi me grykën e supës dhe humbi. Jakobi gjykoi nëpër gishtat e ditës. Dhe edhe pse gaboi shumë, mbeti brenda planit të Perëndisë. Në ky kapitull neve marrim këtë mësim. Së pari jetoi i ngopur, jo i ngordhur. Abrahami vdiqi i ngopur me jetë, jo i zgënjur, jo me lista dëshirash të pambaruara. Dhe kjo vjen nga të jeturit me qëllim çdo ditë, jo vetëm të prerit të ditëve. Pyet e veten, nëse do të vdisje sot, a do të vdisje i ngopur, apo me ndjenjë se s'kam jetuar end? Çfarë i mungon jetës sate për të ndjerë i plot? Së dyti, trashëgimia shpirtërore kalon, vazhdo ta kalosh. Bekimi kaloi nga Abrahami te Isaku pa ndalesë, por nuk kalohet në mënyrë automatike. Kalohet me vendim të qartë. Abrahami ja la Isakut gjithçka. Me lutje Isaku lut për grua dhe me besnikëri ç'po kalonin fëmijëve, nipave dhe bashkësisë tënde. Besimi real apo vetëm traditë e zbrazur njerëzore. Së treti, mos e shit të ardhmen për supën e sotme. Uria e Esaut ishte e vërtet, por s'ishte vdekjeprurse. Ishte alternativa, por e zgjodhi të shkurtrën. Sa herë bëjmë të njëjtën gjë, shesim besimin për aprovim shoqëror, famën, ratinë e çastit, hedhim poshtë thirrjen e Perëndisë sepse sot e kushton shumë. Zgjedhim supën. Gjën e lehtë dhe të menjëhershme, mbi të drejtën e paralindurit, identitetin dhe trashëgiminë tonë në Krishtin. Së katërti, dallor shenjën nga e zakonshme. Esau nuk diti të bënte dallim. Ky është defekti i tij themelor, jo uria, por pa aftësia për të parë se çfarë kishte në dorë. A e di ti të dallosh të shenjtën në jetën tënde? Koha me Perëndin, bashkësia e kishës, mundësia e shërbesës. Shpesh i trajtojmë si të zakonshme derisa i humbasim. Pra, koha me Perëndin, bashkësia e kishës, mundësia e shërbesës, shpesh i trajtojmë si të zakonshme derisa i humbasim. Së pesti, lutur për brezin tjetër para se të lindë. Perëndia foli te Rebeka para lindjes së fëmijëve. Ky është model,
mos fillo të lutesh për fëmijën kur kanë probleme, por fillo sot, tani, para se të ketë nevojë urgjente. Lutja prindërore dhe kisha që luten për fëmijët para se ata të kenë probleme. Ky është investim, besimi afatgjat. Së gjashti, Perëndia punon edhe me Jakobët tanë. Jakobi nuk ishte i pastër, emri i tij do të thotë mashtrues. Por Perëndia zgjodhi e formoi, e sfidoi dhe e riemëroi. Nëse ndihesh si Jakobi me karakter të papjekur, me histori gabimesh, me emër që të nderon, kujto, Perëndia s'kërkon të pastrit, kërkon të gatshmët, dhe i gatshmi e pastron gjatë rrugës. Çfarë mësojmë neve nga Zanafilla 25? Na dha mbylljen e epokës së Abrahamit, i ngopur me jetë, të dy djemt bashkë tek varri, Ismaelit i dha 12 princa, premtimi i mbajtur dhe hapjen e epokës së re. Mësojmë për dy fëmijë që luftojnë para se të lindin. Mësojmë për zërin e Perëndisë tek Rebeka. Mësoj për zgjedhjen që theu rendin e zakonshëm dhe mbi të gjitha dy pamjet kundrejt njëra tjetrës. Abrahami i ngopur, Esau i uritur, njeriu mbushi gjithë jetën, tjetri zbraz gjithçka për një çast. Historia e Abrahamit mbaroi me i ngopur, historia e Esaut filloi me dhuratat e paralindurit të shqitura për supë. Ku dëshiron të mbarojë historia jote? Mbaje mend këtë varg. Abrahami vdiq plot ditë i vjetër dhe i ngopur me jetë. Zanafilla 25:8. Ky është caku, jo sa gjatë, por sa plot. Jeto sot me atë qëllim. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi ju. Zoti ju bekoft.